Kjo është një prej dyerve, natyrisht jo origjinale, që të çon në një prej godinave më të bukura, më interesante dhe më përfaqësuese të Tiranës. Është një godinë e cila përfaqëson në një farë mënyre rritjen urbane të Tiranës, rritjen e standardeve qytetare dhe urbane të Tiranës dhe njëkohësisht një nga momentet më të bukura të arkitekturës qytetare, shqiptare, edhe pse me një lloj ndikimi ose po e quaj me një stil Osman. Kjo shtëpi që po shihni këtu, që shumë veta e njohin Tiranën si Sarajet, pra si lokalin Sarajet i cili nuk ekziston më, është në fakt një prej shtëpive të personaliteteve të njohura të historisë Tiranës, por edhe njëkohësisht një prej shtëpive të para të ndërtuara në Tiranë me këtë standard. Shtëpia shkruhet që është ndërtuar në 1837. Në fakt, data është gabim. Sipas të dhënave të mia, kjo shtëpi është ndërtuar rreth fundit viteve 1700 si shtëpi e një familje tiranëse, shumë herë më e vogël, vetëm një katëshe. Në fillim të viteve 1800 ajo u ble nga Toptanësit dhe rreth 1856 Adem Bej Toptani, një prej sundimtarëve të Tiranës, jo vetëm, pra një familje të mëdha të Tiranës, i martuar me Qamile Alizotin, nga një familje pokaq e famshme e jugut të Shqipërisë, vendosi të ndërtojë një shtëpi që të përputhej me standardet e reja urbanistike dhe me të stilit jetës pak më perëndimore që Toptanësit po ndërtonin në Tiranë. Ai ndërtoi këtë banesë, e cila në pjesën kryesore të saj e ka ruajtur perfekt strukturën origjinale. Në këtë pjesë këtu ku është sot Shadrvani, që është i ri, ishte i ndërtuar fusi. Adem Beu ka lindur në vitin 1828, kështu që mendohet që ai ta ketë ndërtuar këtë shtëpi rreth vitit 1856. Shtëpia ka një strukturë osmane. Në foto të vjetra, shkallët duken të kenë qenë vendosura në këtë anë, pra mund të ketë pasur punimet më pasme. Por godina ka një gjë histori shumë interesante. Ajo ishte në fillim selia e familjes, pra rezidenca e familjes Adem Bej Toptanit, i cili kishte 3 djem, Abdi Beun, Masar Beun dhe Hamid Beun, si dhe një vajzë, Dylberen. Praktikisht, Hamid Toptani ishte njeriu që priti Ismail Qemalin në Durrës si komandant i gjandarmerisë të Durrësit dhe e shoqëroi atë dhe e garantoi atë në Shqipërinë e Mesme. Abdi Toptani, vllai i tij, ishte njeriu që e shoqëroi Ismail Qemalin nga Durrësi në Vlorë, është firmtar i Aktit Pavarësisë dhe ministri i parë i financave i qeverisë Ismail Qemalit, pra ministri i parë i financave të shtetit shqiptar. Të 3 vëllezërit patën kontribut në historinë e Shqipërisë. Godina, thash, është thuajse origjinale, por është krejtësisht e rënuar nga brenda, e mbetur në kohën kur shërbente si lokal. Aktualisht është shtetëzuar nga Bashkia e Tiranës dhe do të kthehet në një godinë funksionale duke ruajtur funksionalitetin e saj. Kjo është pjesa qendrore që ka 7 dritare, është e famshme shtata. 7 dritare, 7 kodra është mitologji, janë të 2 pjesët qendrore që janë me nga 4 dritare, por po hy brenda t'ju tregoj pak nga pak të gjithën. Dera supozohet të mos jetë origjinale. Pllakat e poshtme nuk janë origjinale. Kjo është pjesa e banakut që ka shërbyer dikur për lokalin, unë do ngjitem sipër. T'ju tregoj fillimisht pjesën e parë dhe më pas të zbres në pjesën e poshtme, që është shumë interesante sepse del në dhomat e shërbëtorëve. Shkallët janë origjinale, jo parmakët. Parmakët nuk janë origjinal. Godina shërbeu një periudhë kohe në vitin 1920-1922 si biblioteka e parë kombëtare e Shqipërisë e drejtuar nga Sotir Kolea. Në vitin 1922 deri në vitin 1931, për 9 vjet, kjo ishte ambasada e parë ose legacioni, siç quhej, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. I pari ambasador amerikan mbriti dhe u vendos në këtë godinë për 9 vjet si seli i ambasadës. Më pas u përdor për shërbime të ndryshme, ndërsa në vitet e komunizmit ishte Instituti i Monumenteve të Kulturës. Ky është selamllëku i famshëm. Pra po të vini re, në disa foto të vjetra, dyert hyrëse figurojnë në këtë drejtim dhe në atë drejtim, në fotot e vjetra, nuk e di çfarë restaurimesh mund të jenë bërë më pas shtëpisë. Ky ishte selamllëku. Ka 7 dritare që kanë një pamje mbi rrugën, e cila si për ironi të fatit mban emrin e Abdi Bej Toptanit, pra pronarit të shtëpisë sot, por jo për arsye të shtëpisë, por për arsye historike. Kjo është pjesa e dytë e selamllëkut, nuk di të them nëse është pjesë e haremllëkut, por nuk e besoj.
Kjo është pjesa tjetër, ka akoma vazhdon të pikoj, edhe kjo është me 6 dritare, por dyshoj që është mbyllur një dritare 7 që ka qenë përballë. Këto janë 2 dhoma të tjera që janë shumë interesante, mund të kenë qenë dhoma të ndenjes, ose mund të jenë përdorur si dhoma gjumi nisur nga musandrat që janë me 5 dritare këtej, 5 dritare andej, kanë musandrat në 2 anët, pra musandra është kjo këtu, po do t'ju tregoj edhe diçka interesante. Kjo është musandër. Rezulton pra janë të shkojnë edhe më tutje, po t'i shohësh sepse kanë qenë të këto janë musandrat, por ndërkohë këto janë përdorur si ambiente banjësh me gjas, duhet të kenë qenë pjesë për të depozituar rrobat e ndenjes, të fjetjes. Kjo dhomë ka oxhak. Nuk besoj të ketë qenë dhoma e ndenjes, sepse oxhaku është shumë i vogël, oxhaku origjinal që duket në foto është shumë më i madh dhe madhështor, ai që është bërë për të ngrohur pjesën e selamllëkut. Tani do t'ju tregoj një prej trukeve më interesante të kësaj shtëpie. Shtëpia është gjigante, në fakt, po ta shihni, nuk e di sa metra katror duhet jetë e gjitha. Shihni sa i mrekullueshëm është selamllëku prej dritaresh, prej xhami i gjithi. Ndërkohë po hym në pjesën e dytë, që po ashtu mund të ketë shërbyer si dhomë ndenje, ndoshta edhe si dhoma e grave, janë këto 2 dhoma këtu, por që ka një të veçantë të pa imagjinueshme. Kjo është përdorur më pas si banjë, pra si mos shifni pjesën sepse është vendosur karton xhez për të vendosur kondicionerët, do t'ju tregoj një truk. Meqense kjo shtëpi u ndërtua për të rritur standardin dhe për t'ju përgjigjur standardit të jetës familjeve bejlere Tiranës së asaj kohe, kjo është nga të paktat shtëpi në Tiranë që ka një hamam brenda. Pra ka një banjo turke brenda. Është kjo banjo turke këtu, me 5 pika nga merrte, me 5 vrima në kupol, nga merrte ajrin e pastër, në të 2 muret rreth rrotull ndizej uji i nxehtë, i cili lëvizte, qarkullonte me tuba, me zjarr, kuptohet, për ta bërë hamamin të ngrohur me nxehtësinë e tij karakteristike. Këtu duhet uleshe, me siguri rreth rrotull duhet këtë pasur pjesën e kazanëve me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë. Pra kjo është një shtëpi që kishte brenda një hamam. Është e rrallë që në vitin, pra thuajse 200 vjet më parë, një familje të kishte një banjo turke brenda. Jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë nuk kishte. Këti ke sot pallate mbretërore të ndërtuara në atë kohë që nuk e kanë. Imagjinoni standardin e jetesës së një familje të tillë tiranase në këtë zonë. Shtëpia është e mrekullueshme, kur të restaurohet do të jetë një nga gjërat më të bukura që Tirana ka. Pra është pak a shumë ky ambient i stërmadh, nuk po e mas me hapa se sa është, sa i mrekullueshëm është, dhe tani do t'ju tregoj se si dilej në dhomat e shërbëtorëve, sa shërbëtor kishte Adembeu. Mund të ecim në këtë anën këtej, për të dalë eksaktësisht aty ku duhet. Tani, rikthehemi prapë në pjesën Health Promotion and Disease Prevention. Pra thash, kjo ka shërbyer si ambasadë amerikane, shumë interesante, se në vitin 1924, kur 2 biznesmen amerikan u vranë në zonën e Mamurrasit, për 7 ditë rresht, nga mëngjesi darkë, me 1000 njerëz rreshtoheshin në këtë rrugë përballë shtëpisë, pra në rrugën përballë shtëpisë, për të pirë kafet e ngushëllimit në ambasadën e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aq sa ambasadori amerikan dërgon një letër në Washington dhe thotë nuk e kuptojmë se pse kaq shumë njerëz duhet vinin për të na ngushëlluar për vdekjen e 2 njerëzve që nuk i njihnin kurrë. Kjo është pjesa tjetër. Dhe këtu dilet, kjo është pjesa çfarë ka mbetur nga lokali, dhe këtu dilet në pjesën e shtëpisë dhomave të shërbëtorëve, pra është kjo këtu. Dhoma frigoriferike që ka mbetur. Dhe këto janë dhomat e shërbëtorëve të Adembeut. Dhomat e shërbëtorëve, ato të furnizimeve tjera. Është interesant fakti që kjo pjesë kaldrëmi që ka mbetur rreth rrotull, kjo pjesë kaldrëmi është kaldrëm tipik Osman i paprekur. Pra i kanë vendosur pak llaç më mbrapa për t'i mbajtur më mirë sepse lëviznin, po është kaldrëm origjinal, pra i stilit Osman, jo Osman, se i bërë nga shqiptarët, dhe këtej po vazhdoj të dalë, thash në të vetmen, shiheni këtu duket ndërtimi me qerpiç. Është ndërtim me qerpiç që është interesant, aty ku ka rënë, edhe këtej, dhe po dalë prapë në një prej vilave më interesante, një prej shtëpive më interesante të Tiranës,
dhe po të mendoni që kjo vilë dëshmon më mirë se kushdo tjetër standardin e jetës së këtyre njerëzve në një Tiranë të shekullit të 19 që kishte një vilë me përmasa të tilla të mrekullueshme. Një prej vilave më të bukura që qyteti ka, shtëpia e Adem Bey Toptanit dhe godina, ndoshta një prej godinave më të bukura që Tirana ka ende sot pjesë trashëgimisë kulturore.